Sigurisht, çdo nisë që merret në mbrojtje të trashëgimisë kulturore në përgjithësi, sigurisht që është një nisë e mirë, edhe është jashtëzakonisht e veçantë. Mos harrojmë se në këtë rast, masi veç është fjala për kostumet popullore, atëherë kostumet popullore janë një trashëgimi më emblematike e Republikës së Kosovës. Andej, në një kohë kur liria është na shmohu dhe krijimi i institucioneve ishte i pamundur, ishim pikërisht këto kostume tradicionale, të cilat e përçuan atë imazhin e popullit shqiptar në këto hapësira. Andaj, populli shqiptar në përgjithësi ka kushtuar një rëndësi të veçantë në ruajtjen e kostumeve tradicionale, dhe përveç për kushtimit në rujtje, vrehet edhe një aftësi e madhe krijuese në realizimin e modeleve të veshjeve, të cilat na vinë sot të trashëguara me një larmi dhe tipologji që po lidhen me krahinat etnografike të Kosovës. Andaj, sigurisht që edhe këtu vëmendja gjithmonë është duke u rrit, sa i përket ruajtjes së këtyre kostumeve tradicionale, dhe kjo vret edhe përmes aktiviteteve të ndryshme kulturore, siç u përmendi dhe festivali Hasion dhe shumë festivale tjera që zhvillohen në Kosovë, pastaj përmes ekspozitave të ndryshme, studimeve, publikimeve tjera. Por duhet ta pranojmë se kemi ende punë që duhet bërë në lidhje me dokumentimin, valorizimin dhe promovimin e kësaj trashëgimie të pastër kulturore, sepse pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, ende nuk është bërë, ndoshta kemi nevojë për një dokumentim më të thelluar të gjitha modeleve të veshjes, sepse Kosova ka një numër të madh veshjeve, përveç ato që jemi mësuar pa ndoshta në festivale ose në raste të veçanta. Andaj, përveç një studimi dhe një dokumentimi të gjithësishëm, ka nevojë edhe për një aspektin teknik.